Nga Beogradi. Një qytetare serbe në fshatin Strezos gjatë komunikimit me presidentin serb Aleksandar Vučić përdor një gjuhë të ashpër ndaj shqiptarëve. Zotëri, qytetarët në Preshevë nuk flasin serbisht. Nëse flet në serbisht, ata heqin ose thonë se s'po marrin vesh. Çfarë duhet të bëjmë për këtë? Të përdorim dhunë tiraje me shplaka sepse sa herë që i pyesin ata thonë se s'po marrin vesh. Deklarata e saj ngjalli reagime për shkak të përmbajtjes së perceptuar si gjuhë e urrëties ndaj shqiptarëve. Nga ana tjetër, presidenti serb nuk i takoi as kryetarët e komunave të Preshevës dhe Bujanocit, derisa nuk shkoi as në fshatrat e banuara me shqiptar. Për këtë çështje, kryetaria komunës së Preshevës, Ardita Sinani, thotë se do t'i drejtohet bashkësisë ndërkombëtare. Ajo deklaron se politika Beogradit po ja nashkalon në vazhdimsi shqiptarët. Politikat buxhetore, pastaj natyrisht nuk mund t'i trajtojmë me urgjencën e njëjtë. Mirë, po asnjëherë nuk kemi kriju politika buxhetore duke ndarë banorët në bazë të përkatësisë etnike. Ish kryetari i Këshillit Kombëtar, Ragmi Mustafi, thotë se vizita e Vučićit në luginën e Preshevës u përcoll me fushat përçarse. Qasja më pas e presidentit vendit, i cili ishte i shoqëruar me disa ministra, ku përdori gjuhë e urrëties dhe presidenti e shef të injoroj mënyrën e komunikimit me qytetarë e të pranojë një qasje denigruese, përçmuese. Nga ana tjetër, shqiptarët e luginës së Preshevës përballen me probleme të vazhdueshme, duke filluar nga pasivizimi i adresave, punësimi në institucione dhe investimet e pakta në atë pjesë. E tani të nderuar shikues, do të shkëputemi me një blog